Ankesat anonime të prindit të një prej nxënësve në shkollën që ajo udhëheq i hodhi poshtë kategorikisht. Në adresën e Kiks Kosovës, një prind shprehi pakënaqësitë e tij rreth sipas asaj që thot ai, mënyrës se si prindrit po detyrohen të mbledhin para për të rregulluar kushtet e shkollës fillore Hasan Prishtina. Megjithatë, këtë e mohoi drejtoresha e kësaj shkolle, Sofie Bunjaku. Ndonse fizikisht refuzoi të na takante për të biseduar rreth kësaj çështje, përmes emailit Bunjaku tha që prindrit nuk janë të obliguar të paguajnë për asgjë, përveç rastet kur nga dëshira e bëjnë një gjë të tillë. Unë si drejtoreshe shkollës në asnjë rast dhe nga asnjë prind apo person tjetër nuk kam kërkuar kur ndonjë shumë të hollash apo kontribut të ngjashëm për çështje të tilla si lyerje objektit shkollor, pastrim, perde, laptop, projektor apo pajisje të tjera. Shkolla mban emrin e patriotit Hasan Prishtina, i cili me mjetet e tij kishte shkolluar dhe ndihmuar arsimin shqip. Prindrit e shkollës son e din këtë dhe ata që ndihmojnë shkollën në fakt ndihmojnë fëmijët e tyre. Kjo është një shkollë publike dhe prindrit nuk janë të obliguar të paguajnë për asgjë për fëmijët e tyre, përveç kur ata shprehin dëshirën e tyre. Prandaj mendoj se pohimet e përmendura në pyetjet tuaja nuk qëndrojnë dhe nuk përfaqësojnë realitetin e punës sonë në këtë institucion arsimor. Sipas drejtoreshës Bunjaku, në mesin e prindërve ka edhe të atill që mundohen ta shtrembërojnë punën e vullnetshme të prindërve tjerë. E dim se në mesin e prindërve ka dhe prindër të atill që edhe këto vetë iniciativa individuale të prindërve të komunitetit të shkollës son, i cili është i madh, për ndonjë arsye të njohur vetëm për ta, mundohen ta shuajnë, ta dekurajojnë dhe ta shtrembrojnë. Shpresoj të mos e bëjnë këtë nga xhelozia që nuk po mund të kontribuojnë vetë dhe të mos e lënë asnjë tjetër mendje ndritur që me vetë dëshirë mundohet të ndihmojë arsimin shqip dhe shkollën e fëmijëve të tyre, pasi edhe çdo gjë që kontribojnë e bëjnë që fëmijët e tyre të kenë ambient dhe pajisje më bashkohore për mësim. Ekipi i Kiks Kosovës 2 ditë radhazi shkoi edhe te shkolla fillore Pjetër Bogdani për të tentuar që të marrë një përgjigje nga drejtori i saj, Nexhimedin Sejdiu, për që atë nuk e gjetëm në zyre. Sipas postimeve të kësaj shkolle në Facebook dhe po ashtu edhe të deklaratave të një prindi, prapa kamerës së Kiksit, prindrit po duhet të mbledhin para për të blerë materiale për klasa e po ashtu edhe klima. Pas një komunikimi përmes telefonit, drejtori Sejdiu tha për Kiks Kosovën që vendosja e klimave është donacion i disa prindërve që kanë biznes të tyre. Sipas tij, asnjë prind asnjëherë nuk detyrohet që të paguajë për diçka brenda shkollës, por gjithçka bëhet në baza vullnetare. Shkolla jon normal kushtet i ka goxha të mira, po ndoshta disa shkolla nuk i kanë kushtet të cilat i ka shkolla Pjetër Bogdani. Për arsye se për këto vitet, paktën që jam drejtor që 2 vjet, kemi arrit shkolla është e lyme jashtë mbrana krejt, me dysheme, me ndriçim, me mënyrë sanitare me krejt. Çdo klasë është e pajisur me tabelë të mençur, dhe jemi të shkuar deri në asaj finalet që për të arritur pas kushtet standarde që kanë shkollat evropiane. Tash, po prend këtë punë që na zgjodh dhe të vlerësu punën, kanë vendosur diçka shtesë me bot donacione. Japën në mënyrë vullnetare, kryesisht prind të cilët kanë biznese, kanë bot donacione që është në krejt shkollat e Prishtinës, Kosovës, po thamë në Evropë. Por pse ka mbetur në përgjegjësi të prindërve që të mbledhin para për të përmirësuar kushtet e shkollave publike të fëmijëve të tyre? Sipas Ministrisë së Arsimit, përgjegjësitë e punëve të natyrës mirëmbajtëse bien mbi secilën komunë veç e veç. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit çdo vit planifikon buxhetin dhe realizon investime kapitale infrastrukturore për ndërtimin e objekteve të reja arsimore, si dhe për renovimin e plotë të atyre ekzistuese, ndërsa sa i përket punëve të natyrës mirëmbajtëse, siç janë lyerja, vendosja e perdeve dhe intervenime të tjera të ngjashme, këto janë përgjegjësi e komunave. Për këtë qëllim, komunave u ndahen mjetet financiare nga Qeveria e Kosovës, respektivisht nga Ministria e Financave përmes grantit specifik për arsim. Por nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë, lidhur me këtë çështje zgjodhen të heqin. Ndonse Kiksi ka dërguar email në adresë të drejtorit Samir Shahini para më shumë se 10 ditëve dhe po ashtu edhe telefonoi disa herë, tapse prap nuk pati rezultat.